Një 70 vjeçar është gjetur e pajet në banesën e saj në lagjen 17 në Korçë. Kanë qenë fqinjët ata që kanë konstatuar vdekjen e saj dhe më pas kanë lajmëruar uniformat blu. Sipas grupit të hetimit mendohet se vdekja ka qenë natyrale, edhe për atë sepse në trupin e 70 vjeçares nuk janë konstatuar shenja dhune. Fqinjët tregojnë se Bajame Metali jetonte vetme pas vdekjes së bashkëshortit, ndërsa djali i saj ndodhet në Burg. Gjithashtu fqinjët tregojnë se ajo ishte paralizuar dhe kishte kohë që nuk dilte nga shtëpia. Ishte smurë paralizuar, se kanë thekur. Min një djale ka në Burg, një djale. Asnjë. Vinte ndonjëri i vaj, i sillte për të ngrënë, dhe pastaj se kemi pamë. Vije motra vjen nga Tirana që e shikonë, se ka një motë në Tiranë. Visa e shikonte ajo. Ta shi këto koseri. Kemi ju neve të veta, unë, këtë qupa, dhe komshiu tjetër lartë. Yrja i buri, yra unë, e pam, ase prekëm, ase bëm, ajo kishtë edhe nga divani. Po bën vite ajo, po bën një 5 vjetë, 6 vjetë nuk e di mirë. E zdilte, një nga kati 4 dhe poshta, edhe ashtu nga kembët nuk dilte. Kishe të birim, po i birim duke se është brenda, është në Burg. Po nuk dilte, ajo nuk e shikonim neve. Ky nuk është rasti vetëm ku të moshuar që jetojnë të vetmuar, janë gjetur të pajet në banesat e ndryshme të qytetit të Korçës.